Duka I madh! Funksionoi! Mrekulli. Dhe askush nuk di gjë përveç nesh. Bëhuni gati, kjo është mundësia juaj e dytë. Mos e humbisni. Po Hirushka ku është? Eksaktësisht aty ku ishte herën e parë. Hirushka! Duka I madh! Shkëlqësi. Hirësia juaj? Hirësia e tij do të lexoj një shpallje të Të madhërisë. më falni, por që të gjithë e dim qëllimin e hirësisë suaj. Ndoshta do të ishte më mirë të vazhdonim pa e zgjatur shumë. Sigurisht, madam, sigurisht. Oh, Bibidi bobidi bu. s'ka mundësi? I bën. I bën? E marrë të mira, I rikën fiksare. Hi e shi dhe përmbajtje e dashur. Me këtë rast deklaroj se nusja e ardhshme e princit më në fund u gjet. Duhet të kthehemi në pallat më njëherë që t'i japim lajmin. Jo, nuk është e mundur. Hirësia juaj do të më falni. Më duhet të shkëmbenja dy fjalë me pastruesen. Më dukesh e tronditur e dashur. Nuk është e mundur që ajo këpucë t'i bëj Anastasias. Isha unë që kërceva me princin, ajo ishte këpuca ime. Ja, këtu kam dhe tjetrën, jam unë ajo që po kërkonin. Mbase ke qenë ti që ke kërcyer me të. Mund edhe të kesh menduar se ishte dashuri, por këpuca I bënte Anastasias. Dhe është ajo që do të martohet me të. Çfarëdo qoftë ajo që mendon ti se ka ndodhur mbrëm, ishte vetëm një ëndër. Nuk më intereson as ku do të shkosh, as çfarë do të bësh, por mos ju afro pallatit dhe qëndroj sa më larg princit. Dhe mblidhi ato copat e xhamit.